po vrej që të dy palët, dhe me thonë, hajde të themi dy bloqet, edhe opozita dhe qeveria, nuk janë të interesume në një farë mënyre me shpejtue procedurën formale, që është teknike. Profesor, është ashtu mirë, po këtu po duke dhe qëllim. Po ndërprej, është një deklarim që tash javni dëharit që thët, ma mirë është albolenën me dëgju se me citu avnin. Taktiv përfaqësuesit e partive politike, apo subjekteve politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në këtë drejtim, ne ishim në një takim konsultativ dhe është e habitshme, do të thënë ti dëgjosh qëndrimet e partive politike. Së pari, LDK-ja tha që kryesuesi i seancës nuk ka të drejtë që të ftoj përfaqësuesit e partive politike në takim konsultativ. Ju lutem ta keni parasysh që me rregullorën e punës kuvendit, debati në seancën konstituive nuk lejohet, pra është i ndaluar dhe theksohet shprehimisht. Duke qenë që ky debat, diskutimi në seancën konstituive, është i ndaluar, nuk mundet që të zhvillohet në seancën e kuvendit. Pra nuk mund të ketë debat të partive politike, të grupeve gjithësisht që ende nuk janë formalizuar, të kuvendit pra që të diskutojmë aty për situatën aktuale. Duke qenë kështu, ne kemi përshëndetur ftesën e kryesuesit të seancës, ne ishim të pranishëm në këtë takim. AK-ja tha që duhet vazhdojmë aty ku kemi mbetur, por ne nuk mund të vazhdojmë me betimin e deputetëve me që kemi vendim të kuvendit që nuk i ka verifiku mandatet e deputetëve të kuvendit Republikës Kosovës. Pra nuk mund të vazhdojmë të betohemi, sepse nuk e kemi konsumuar, gjithësisht pika e verifikimit mandatit është adresuar, por pra ka vendim që nuk i verifikon mandatet e deputetëve. Në anën tjetër, befasia e radhës ishte PDK-ja që kërkoi dorëheqjen tonë. Pra sërish, Partia Demokratike e Kosovës tha dorëzoni dorëheqjet. Nuk e di çka po presim, apo çka po presin që dalim në shesh, që të themi që ne dorëhiqemi nga postet, për këtë e kemi bërë me shkrim, e kemi bërë secili nga ne, e kemi bërë para se seanca konstituive të filloj atë ditë, pra me 15 prill, dhe për të njëjtën gjë kemi njoftuar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para certifikimit të rezultateve. Në këto rrethana ne nuk e dim se si do të vazhdojmë tutje, por është e qartë që ka tendencë të hapur për të bllokuar konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe për këtë vazhdon të mbahen përgjegjës partitë opozitare. Shini, unë nuk e kam obligim që dorëheqjen me dërgu një deputeti. Unë e kam obligim dorëheqjen me dërgu kryeministrit Republikës Kosovës. E prorit tim. Do të thënë kryeministrit Republikës Kosovës, secili nga ne ja ka dorëzuar dorëheqjen. Po ashtu, kryeministri Kurti e ka dhënë dorëheqjen. Këtë e keni parë. E kemi njoftuar Kuvendin e Republikës Kosovës, gjithësisht kryetarin Konjufca. Dhe ne konsiderojmë që të gjitha obligimet që kemi pasur me kushtetut, me ligj, i kemi adresuar. Prandaj, edhe jemi këtu për të vazhduar për seancën konstituive, apo me seancën konstituive, për të parë se cila do tjetë rruga që do të ndjekim për raportin, që nuk ka kaluar, sepse tashmë ka vendim të kuvendit që nuk i ka verifikuar mandatet e asnjërit prej deputetëve. Ndonse ne e kemi votuar raportin siç e dini, por opozita nuk e ka votuar.